Tashmë është zyrtare Kevin Dodaj është afrimi I parë I Merkatos së janarit tek Vllaznia. Klubi shkodran ka arritur marrëveshjen me CSKA Sofia për huazimin e sulmuesit deri në fund të këtij sezoni, duke forcuar në këtë mënyrë repartin ofensiv në prag të fazës së dytë të kampionatit. Sulmuesi 20 vjeçar ka mbërritur në Shkodër dhe është prezantuar zyrtarisht nga vetë presidenti I klubit Kuqeblu Alban Xhaferi. Lajmi është konfirmuar edhe në faqen zyrtare të Vllaznisë, ku klubi ka uruar suksese Dodajt në aventurën e re me fanelën Kuqeblu. Zyrtare Kevin Dodaj I bashkohet klubit të futbollit Vllaznia në formë huazimi deri në fund të sezonit 2025-2026. Sulmuesi I CSKA-s do të jetë pjesë e skuadrës son për pjesën e mbetur të sezonit aktual. Shumë fat dhe suksese Kevin, thuhet në njoftimin e klubit. Procedurat e federimit kanë përfunduar me sukses, çka do të thotë se Kevin Dodaj do të jetë menjëherë në dispozicion të trajnerit Edi Martini. Ai pritet që të udhëtojë me skuadrën drejt Durrësit dhe të jetë një alternativë e gatshme për ndeshjen e së dielës ndaj Teutës. Me këtë afrim Vllaznia synon të rrisë konkurrencën në repartin ofensiv dhe të përforcojë organikën e saj për të arritur objektivat për pjesën e mbetur të sezonit, ndërsa nga Dodaj pritet kontributi I madh në lojë dhe në rezultatet e skuadrës shkodrane.